ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra musliman, është një kënaqësi e madhe për mua që të rifilloj mësimin dhe gjithashtu edhe për vëllezërit e mi, të cilët kontribojnë në këtë kanal, që e lutim Allahun e madhëruar ta bëjë të dobishëm dhe të na e sjelli në ditën e gjykimit në librin e veprave tona të mira. Jemi në shpjegimin ose në mësimin fragmente nga jeta e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe jemi në mësimin e 26, ku mësimi i fundit ka qenë për betejën e Bedrit. Duke qenë se ka kaluar 3-4 muaj që nga mësimi i fundit dhe ne nuk kishim mundësi në këtë kohë, dhe falenderojmë Allahun Azza wa Jell që na dha mundësinë të rifillojmë mësimet. Sot kam menduar të bëj një përmbledhje të shkurtër të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të jetë si lehtësim për ata që e dëgjojnë dhe të mbahet mend më kollaj. Dhe mësimin e ardhshëm me lejen e Allahut do të vazhdojmë me betejën e Uhudit dhe çfarë ka ndodhur për ngjarjeve në këtë pjesë të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi thënë në mësimet e para që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë i paralajmëruar dhe në librat e pejgamberëve të mëparshëm. Dhe kemi thënë që ka qenë në librin e Teuratit, në librin e Zeburit dhe në librin e Injilit, fakte të pakundërshtueshme që Allahu Azza wa Jell u ka zbritur të dërguarve të parë dhe i ka lajmëruar që do të sjellë të dërguarin e tij më të mirë, i cili është po ashtu dhe i fundit, dhe me të plotësohet pejgamberia dhe plotësohet dërgesa e Allahut që ka dërguar tek njerëzit. Dhe ai do të jetë i dërguari i fundit dhe i kiametit, dhe mas tij do të ndodhi kiameti në ditën e të cilës do të gjykohen njerëzit dhe do të merren për llogari. Prandaj ai quhet gjithashtu i dërguari i fundit dhe i dërguari i llogarisë, pra që mas tij do të vijë llogaria dhe shpërblimi ose ndëshkimi për njerëzit. Dhe nuk është nevoja që të përsërisim ato që kemi thënë në lidhje me lajmet që kanë ardhur në Teurat dhe në Injil dhe në Zebur, prandaj vëllezërit e motra të kthehen në mësimet e para. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam me vite diellore, afërsisht, pra se dihet që vitet diellore janë afërsisht të ngjashme me vitet hënore, dhe me vitet diellore llogaritet rreth vitit 570 të jetë edhe lindja e tij. Dhe siç e tham, që ka lindur në ditën e hënë dhe në muajin Rabiul Awwal. Dhe lindja e tij ka qenë në qytetin e Mekës. Dhe preardhja
është nga fisi i Kurejshve, të cilët janë të njohur dhe janë popull semitik. Siç quhen jehudët sot popull semit, ashtu janë edhe arabët popull semit. Pra të gjithë janë me preardhje të njëjtë dhe preardhja e tyre bashkohet tek Ibrahimi alayhi salam. Dhe kjo është e konfirmuar edhe nga besimtarët, edhe nga jo besimtarët, dhe nuk ka askush që ta kundërshtojë këtë gjë deri më sot. Pra nuk kemi parë askë që ta kundërshtoj preardhjen e arabëve dhe preardhjen e bijve të Israilit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u rrit jetim. Dhe në fillim i vdiq babai i tij dhe kjo ishte përpara se të lindte, dhe u edukua dhe u rrit nga gjyshi i tij dhe nga ejama, dhe mas vdekjes së gjyshit dhe të jemës së tij e mori edukimin xhaxhai i tij Ebu Talib. Allahu i madhëruar e ruajti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam nga besimet e kota që bënin njerëzit dhe veprimet e kota dhe nga shirku që bënin njerëzit në atë kohë, po ashtu dhe nga moralet e ulta. Dhe këtë e kemi sqaruar në mësimet e para dhe nuk është e nevojshme që ne t'i rikthehemi. Por mësimi i sotëm është i shkurtër në mënyrë që të mbahet mend pikat kryesore. Në shoqërinë e Mekës, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam njihej si njeri tepër i ndershëm, njihej si njeri besnik, njihej si njeri që nuk gënjente kurrë dhe e mbante fjalën e dhënë, i ndihmonte nevojtarët dhe fukarent dhe ishte që e mbante lidhjen farefisnore. Gjithashtu morali i tij ishte tepër i lartë. Përpara se t'i vinte atij shpallje në moshën 40 vjeçare, ndodhen disa ngjarje në jetën e tij dhe fillimisht kur ishte i ri, kulloste delet, pra siç ka ardhur në një hadith që thotë të dërguarit e Allahut kanë qenë në profesionin e tyre në një pjesë të kohës, pra edhe bari. Po ashtu dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka ushtruar profesionin e bariut. Por më mbrapa filloi të ushtronte edhe profesionin e tregtisë. U merrte me tregti dhe u shqua për ndershmërinë e tij dhe u shqua për cilësitë e tij të larta në marrëdhëniet me njerëzit. Dhe kjo ishte një nga shkaqet që Hatixha, e bija e Huwailidit, e kërkoi atë dhe dëshiroi që ai të martohej, megjithse ishte në moshë më të madhe, dhe ai e pranoi kërkesën e kësaj grue fisnike dhe u martuan dhe jetuan shumë vite bashk, dhe ajo ishte një nga mbështetësit kryesore të tij si burr, po ashtu dhe si pejgamber, ishte besimtarja e parë e cila i besoi të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu qoftë i kënaqur me këtë grua kaq fisnike, e cila e ka treguar vlerën e saj mbi të gjitha gratë e tjera të botës. Në momentin që Allahu i madhëruar e solli dhe e zgjodhi për të qenë i dërguar tek njerëzimi, atij i bëhej e dashur tërheqja në një vend të qetë për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala me aq sa dinte ose me aq sa kishte mbetur nga feja e Ibrahimit alayhis salam. Dhe njerëz të tillë, siç ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kishte të tjerë në Mekë që nuk bënin shirk, siç ishte Amr ibn Naufel,
më falë, Zeid ibn Amr ibn Naufel, siç ishte Waraka ibn siç ishte Waraka ibn Naufel, dhe këto persona e adhuronin Allahun subhanahu wa taala dhe nuk bënin shirk, dhe si thosh një fjalë Zeid ibn Amr në këtë kohë, thoshte: o Zot, unë nuk di se çfarë adhurimi ti kërkon për nesh, ose nuk di çfarë kërkon ti, sepse ishte i paditur, pra nuk ishte zbritur shpallje, dhe feja në atë kohë kishte pësuar devijime të mëdha. Sikur ta dija, thot atë, unë do të adhuroja aty me të. Por ai kundërshtonte banorët e Mekës dhe i thoshte që juve po bëni padrejtësi. Allahu i ka krijuar krijesat, Allahu azbret shiun, Allahu bën që të mbi bimësia, Allahu i ushqen këto krijesa, këto bakti, dhe ju i bëni kurban për ti, këtë tjetër përveç ti. Betohem në Allahun që ju nuk jeni në fenë e Ibrahimit. Ju nuk jeni në fenë e Ibrahimit. Dhe është takuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur ai ishte në moshën 35 vjeçare, dhe i tha: o Muhammed, unë kam qenë në vendet e Shamit, në vendet e lindjes mesme, dhe ato dietarët atje më kanë urdhëruar të kthehem në Mekë, sepse në këtë kohë do të vijë një pejgamber që do ta kthejë fenë e pastër të Ibrahimit alayhis salam, por unë thot nuk po e shoh ku është, duke qenë se e kishte përpara syve. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam mas 5 vjetësh e shpalli, e dërgoi Allahu dhe e bëri pejgamber, por ai nuk dinte se çfarë Zoti do të bënte me ta. Dhe mbasi qëndroi një ditë në shpellën Hira, pra në një mal të Mekës, duke adhuruar Allahun, i vjen Xhibrili alayhis salam, dhe këtu fillon shpallja dhe fillon fillimi i zbritjes së Kuranit. Dhe këtë e kemi trajtuar në mësimet e mëparshme. Dhe ajo që e mbështeti në mënyrë të fortë dhe të fuqishme ishte gruaja e tij. Dhe në këtë moment që ai u friksua për veten e tij, për këtë ngjarje të jashtëzakonshme që nuk e dinte se çfarë ishte, atëherë gruaja e tij tha: a nuk je ti që ushqen fukarajin? A nuk je ti që i mbështet nevojtarin dhe të dobtin? A nuk je ti që mban lidhjet parafisnore? Pasha Allahun, Allahu ty nuk do të poshtroj asnjëherë. Dhe e çoi ke Waraka ibn Naufel, ke një nga personat e farifisit të saj, dhe i tha: dëgjoje burrin tim se çfarë ka për të thënë. Waraka ibn Naufel ka qenë dietar i cili kishte studiuar Injilin dhe e shkruante Injilin në gjuhën e tij, në gjuhën hebraike, pra e shkruante dhe studionte, por ishte shumë plak. Dhe në momentin që e dëgjoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i tha: ty të ka ardhur ai engjëll, ai melek, që i ka ardhur dhe Musait alayhis salam. Dhe tha: do të dëshiroja të isha i ri në mënyrë që të ndihmoja ty me një ndihmë të madhe dhe të fuqishme, kur njerëzit do të përzejnë ty. Dhe këtu u shfaq habia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe me të vërtetë ishte për të habitur. Një njeri i ndershëm, një njeri i mirë, një njeri që s'ka bërë kur keq, pse duhet të përzihet nga vendi dhe nga vendlindja? Çfarë të keq ka bërë ky njeri? Po ja që njerëzit kur kritikohen dhe kur këshillohen, këtë gjë, përveç atij që i ka dhënë Allahu sukses, këtë gjë ata e urrejnë. Nuk duan që të kritikohen, duan të esin në mendimasi, duan që ata ta vendosin të mirën apo të keqen, dhe nuk duan të esin në rrugën e Zotit. Kur ti thua esni në rrugën që e ka përcaktuar Allahu për ju, në atë që Allahu kërkon për ju, atëherë bëjnë mendimasi dhe tërhiqen. Dhe prandaj sulmojnë qoftë edhe njeriu më të ndershëm,
që mund të ekzistojë. Pra, një njeri i cili mundohet këshilloj njerëzit, do të ketë vështirësi në jetën e tij, sepse njerëzit nuk janë të lehtë. Shumica nuk e duan që ti t'i japësh këshilla ose mend, si thon. Edhe nëse ato janë të shoqëruara me fakte dhe me argumente të qarta, mendimallësia dhe shejtani nuk i lejon këto njerëz. Prandaj fillimi i shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam filloi me vuajtje, me sakrifica, me sharje, me ofendime, me përndjekje, me izolime. Të gjitha këto tregojnë se kjo rrugë ka nevojë për durim. Nëse jemi pasardhës dhe ndjekës të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, duhet ta kemi të qartë që duhet të bëjmë durim. Duhet ta kemi të qartë që njerëzit do ta kundërvihen. Kush je ti që po na thua neve këtë apo këtë? Kush je ti që po na refuzon ne fen e baballarëve apo gjyshërve? Kush je ti që po na sjell tip ka ardhur me diçka të re? Edhe nëse ti argumentohesh dhe fjala jote është drejtë dhe e qartë, si drita dhe si dielli, prapse prap do të gjesh kundërshtar. Dhe kjo është normale. Por Allahu azza wa jalla thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ishit populli më i mirë i sjell për njerëzimin. Ju jeni populli më i mirë i sjell për njerëzimin, urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja dhe besoni Allahun. Nëse do jemi neglizhent, nëse do jemi secili të shikoj veten e tij dhe edhe kur tjetri humbet dhe bie në për humnera dhe në për gremina, atëherë ne do të jemi si jehudët, të cilët Allahu azza wa jalla thot: "Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, labi'sa ma kanu yaf'alun." Ishin që nuk e ndalonin njëri tjetrin nga të këqijat që i bënin. Sa e keqe është vepra e tyre. Prandaj, të gjithë të dërguarit kanë pasur të njëjtën rrugë. Ti urdhërojnë njerëzit për të mirë dhe ti ndalojnë nga e keqja. Kush është e mira më e madhe për njerëzimin? E mira më e madhe për njerëzimin është ajo për cilën Allahu i ka krijuar ata, që është veçimi i Allahut në adhurim, ose quhet në arabisht tauhid. Ta veçojmë Allahun në adhurim. Veprat tona të jenë adhurimi i pastër vetëm për Zotin. Të mos adhurojmë krijesat, qofshin gur, apo drur, apo piktura, apo skulptura, apo varre, apo tyrbe, apo teqe, apo male, apo pemë, apo njerëz, apo vetveten tonë. Ne adhurojmë vetëm krijuesin ton. Ne adhurojmë vetëm atë që e meriton adhurimin dhe ai është një i vetëm. Nuk ka të dytë, nuk ka askush që t'i përngjasojë dhe nuk ka të drejtë askush që të adhurohet. Kjo është detyra e parë, kjo është fjala la ilaha illallah. Prandaj të gjithë të dërguarit kanë ardhur me këtë mision. Misioni i tyre kryesor dhe fillestar, pra fillon dhe mbaron me të, është fjala la ilaha illallah. Pastaj, gjithashtu urdhërohen me obligimet të tjera të Islamit, të cilat e plotësojnë dhe e përsosin këtë fjalë dhe ndjekim të dërguarin ton, dhe ata popull që kanë qenë më parë kanë ndjekur të dërguarit e tyre në mënyrë që ta kryen të plot adhurimin dhe detyrat që kanë ndaj Zotit të botëve. Në këtë moment pra e tham që Kurejshët u konfrontuan dhe u përplasën me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, shfaqin armiqësi të qartë dhe i pari që e shfaqi këtë ishte xhaxhai i tij, Ebu Leheb. Dhe Allahu azza wa jalla zbriti një sure që do të lexohet deri në ditën e gjykimit, që tregon që ky person
është për banorëve të zjarrit dhe do të dënohet në ditën e llogarisë. Mbas vështirësive të shumta që kaloi dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij besnik dhe të ndershëm. Nga besimtarët e parë është Ebu Bekri, mas Hatixhes, siç e tham, Ebu Bekri radiallahu anhu, është Aliu radiallahu anhu, është Bilali, është Zejdi, janë të sahabët e tjerë, të cilët janë nga besimtarët e parë që kanë besuar te ky i dërguar. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata. Në këtë moment që u shtuan vuajtjet dhe përndjekjet dhe izolimet dhe vrasjet, po doni, sepse filluan edhe të vrisin besimtarë dhe dëshmorja e parë e cila u vra në këtë rrugë është Ammar, nëna e Ammarit, Ammar ibn Yasir. Prandaj, mbasi ndodhen të gjitha këto vështirësi dhe duruan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi besimtarët të emigronin nga ky vend, i cili u bë për ta dënim, u bë vujtje, u bë kaluan në të vështirësi të mëdha, saqë Bilali radiallahu anhu nuk donte dhe nuk e tha kur fjalën që ata kërkonin, me gjithë vuajtjet e shumta të cilën ata i vishnin rroba dhe metale të nxehta dhe e lënin në diell ose vendosin gura të nxehtë mbi kraharorin e tij, dhe ai thoshte, Allahu qoftë i kënaqur për ti, ahadun ahad, është një, vetëm atij i takon adhurimin, pra Allahut. Dhe të gjitha këto vështirësi dhe emigrimi që bën besimtarët u lehtësoi disi vuajtjet dhe ndodhi gjithashtu dhe emigrimi i dytë, ndodhi 2 emigrime për në Abisini. Dhe aty i priti një mbret i cili ishte i drejtë, që është Nejashi. Nejashi, mbreti i drejtë, i dha Allahu mundësi dhe sukses që të pranoi Islamin dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fali atij namazin e xhenazës në Medinë, ditën kur ai ndroi jetë në Etiopi, pra në Abisini. Në vitin e 10 të hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu bëri një ngjarje që është Isra dhe Mi'raj. Pra rruga nga Mekka në xhamin Aksa natën dhe nga xhamia Aksa në qiellin e 7. Dhe këtë kemi trajtuar në mësimet e kaluara. Kjo është një ngjarje madhështore që ka ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ai u ngjit në qiell dhe u afrua me Zotin e tij dhe arriti në Sidratul Muntaha, në pemën e fundit, në sidrin e fundit. Dhe aty mori një nga obligimet më të mëdha mas tauhidit, mas fjalës la ilaha illallah, që është falja e namazit. Falja e namazit në 5 kohë të tij gjatë ditës dhe natës. Kjo është shtylla e dytë e Islamit, e cila ka rëndësi të madhe, dhe kjo i ka zbritur atij në vitin e 10 të shpalljes. Dhe për këtë kemi folur në mësimet e kaluara, dhe në momentin që ai erdhi në Mekë dhe u komunikoi njerëzve, ata u tallën, vendosën duart e tyre në kokë dhe thanë, kjo me të vërtet që ka kulmi, ky njeri që pretendoka që lëviz ka kaq shpejt, dhe kjo tregon që ky njeri është gënjeshtar. Por Allahu subhanahu wa taala e bëri Ebu Bekrin radiallahu anhu në këtë moment të merrte titullin As-Siddiq, i njeriu i çiltër, i vërtet, i sinqert, besnik. E mori këtë titull sepse i than, a dëgjon se çfarë thot shoku yt? Ai thot që ka udhëtuar brenda natës nga Mekka në Medinë dhe pastaj është një ngritur në qiell, thot unë i besoj më shumë se kaq. Unë i besoj që atij i vjen shpallje nga qielli. Dhe këtu ky person u ngrit tek Allahu dhe pastaj edhe ke njerëzit
dhe mori pozitën e tij të madhe, që është Ebu Bekër es-Siddik. Allahu i mallkoft Rafidit. Allahu i mallkoft Rafidit që këtë burr kaq të ndershëm, kaq të mirë, ata e nxjerrin nga Islami dhe e bëjnë njeri të keq. Rafidit, ose siç quhen shiat në kohën e sotshme, pra, këto persona që shumë njerëz janë mashtruar sot dhe kujtojnë se ata përfaqësojnë Islamin, në të vërtet ata janë të klysh të jehudëve të edukuar në shtëpinë e persëve, që ishin zjarr adhurues, zjarr putist, mexhus. Ky grup, ky sekt kaq i rrezikshëm që sot po merr për masa, saqë njerëzit po i lavdrojnë dhe po thonë që këta janë muslimanët e vërtet, në realitet këta njerëz ta dini që i bëjnë jo besimtar shumicë ndërmuese të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më të mirin e tyre Ebu Bekër es-Siddik, pastaj Umar ibn Khattab, pastaj Uthman ibn Affan dhe hiqen sikur duan Aliun radiallahu anhu. Në realitet ata nuk e duan as Aliun dhe nuk e duan as familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është thjesht një koperturë dhe një mashtrim që ata bëjnë për t'u afruar këtyre njerëzit, të cilët janë ignorant. Por duhet të mësojmë të nderuar vëllezër dhe motra që sot ata po marrin për masa të mëdhaja dhe shumë veta janë mashtruar për disa arsye. Janë mashtruar sepse hoxhallarët sot një pakicë e vogël po flasin kundra këtij sekti kaq të rrezikshëm që janë sekti i Rafidive dhe i Shiave. Dhe kjo sepse ka ardhur gradualisht duke rënë paralajmërimi kundra këtij sekti, sepse një nga sektet më të rrezikshme sot, që janë organizata dhe partia Vllazëria Muslimane, ka bërë marrëveshje dhe afrim me ta. Këtu e 100 vjet më përpara dhe gradualisht erdhi duke rënë paralajmërimi kundra këtij grupacioni kaq të rrezikshëm, të cilët kanë fjalë shumë të rënda për fen dhe për Kuranin dhe për sahabët dhe për pejgamberin dhe për shumë tema të tjera kryesore dhe parime të mëdha islame që ata i rrezojnë dhe ne e kemi për detyrë kur vjen rasti dhe momenti që t'u sqarojmë vëllezërve dhe motrave tanë rrezikshmërinë e këtij grupi dhe ta dini që kjo është thjesht një mashtrim nga iblisi që do që njerëzit të urrejnë muslimanët e vërtet dhe do që të bëjnë t'i duan ata persona që janë të rrezikshëm dhe duan të shkatërrojnë dhe kanë mlef të madh për fen islame. Ishte nevojshme kjo ndërhyrje për shkak të ngjarjeve që po ndodhin në këtë kohë që ne po jetojmë. Mas kësaj vitit të 10, në vitin e 13, ose me vite diellore i bie afërsisht viti 622, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhrua të emigrojë, të bëj hijret. Dhe shoku i tij i udhëtimit kush ishte? Nuk ishte njëri tjetër përveç se Ebu Bekër es-Siddik, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Bekri kur mori lajmin që do të emigronte dhe do të udhtonte si shok me dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, qau nga gëzimi. Që Allahu e zgjodhi atë të ishte shoku i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë moment kaq deciziv dhe në moment kaq të rëndësishëm në historinë e Islamit. Dhe të strehuar fillimisht dhe të friksuar në shpellën theur për 3 ditë, derisa u larguan ato kërkimet që bënin ata për t'i vrarë të dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe atë dhe vun në kokët e tyre 100-ve, Allahu azza wa jall i ndihmoi dhe i verboi jo besimtarët dhe nuk e gjetën derisa arriti në Medinë, ku e pristin besimtarët e Medinës, ansarët, që Allahu i bëri ata ndihmuesit e mëdhenj
të fesë islame. Dhe pra besimtarët këtu u ndan në muhaxhir dhe ensar. Muhaxhirët janë emigrantët, ata që sakrifikuan çdo gjë për fenë e Zotit dhe janë më të mirët e sahabëve, dhe pastaj janë ensarët, ata që sakrifikuan dhe i mbrojtën këto muhaxhirë dhe fenë e Zotit, dhe ata janë më të mirët e besimtarëve mas muhaxhirëve. Prandaj këto dy grupe besimtarësh, të sinqertë dhe të drejtë, formuan për herë të parë në mbas shpalljes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shtetin islam, shtetin e së drejtës, shtetin ku do të zbatohej ligji i drejtë i Allahut. Aty i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam bashkoi fiset të cilat ishin në luftë dhe ja hoqi atë urrëtitjen që kishin me njëri tjetrin dhe i bashkoi dhe i vllazëroi me njëri tjetrin. Dhe gjithashtu bëri marrëveshje me jehudët, të cilët ishin dhe ata banor të Medinës, dhe secili duhet të zbatonte pikat e marrëveshjes. Po siç e thamë në të kaluarën, jehudët gjithmonë gjenin rastin, sidomos në momentet më decisive, për të tradhtuar. Ata ishin të njohur në mesin e në historinë e njerëzimit si tradhtar, dhe në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë shfaqur veten e tyre si tradhtar disa herë me radhë. Nga betejat e rëndësishme që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri pasi ai u sulmua nga jo besimtarët dhe Allahu azza wa jall u lejoi atyre mbrojtjen, u lejoi atyre xhihadin, sepse ata u ishin bërë padrejti dhe ishin luftuar gjatë gjithë kësaj kohe ku ishin të urdhëruar të bëjnë durim, Allahu azza wa jall u lejoi atyre luftën. Dhe nga betejat më të mëdha të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është beteja e Bedrit, që ne e kemi trajtuar në mësimet e fundit. Pastaj vjen beteja e Uhudit, po ashtu Hendeku, është beteja që është çlirimi i Mekës, pastaj është Huneini, pastaj Tebuku, është Hajberi. E kështu me radhë që do vinë inshallah dhe do t'i marrim në mësimet e kaluara. Dhe nga ngjarjet që ndodhën mas këtyre betejave ishte marrëveshja e Hudejbijes, pra paqja, marrëveshja që bëri dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me mushrikët në mënyrë që të përhapnin dhe të përcjellnin fenë e Zotit kudo nëpër botë, dhe kjo marrëveshje zgjati disa vjet, pastaj u prish në mënyrë të njëanshme nga jo besimtarët, dhe mas kësaj ndodhi çlirimi i Mekës, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyn në Mekë me ushtri të madhe, kokë ulur, pa u hakmer me armiqtë e tij, por i fali atë që kishin bërë dhe hyri në Mekë me kokën e ulur, duke madhëruar Allahun e madhëruar, Allahun të gjithë fuqishëm dhe të plot fuqishëm, i cili u dha atyre, u ktheu Mekën, dhe kjo e gjitha pra për 20 e ca vite. Pra e gjithë kjo luftë dhe gjithë kjo përpjekje, pasi ata e përzuan nga vendlindja e tij, Allahu azza wa jall e ktheu të dërguarin në vendin e tij, në Mekën e nderuar, dhe e pastroi Mekën nga idhujt. E pastroi nga idhujt dhe e bëri atë të pastër për të adhuruar vetëm Zotin e botëve dhe askën tjetër. Dhe kjo pra ishte në vitin 630 diellor, afërsisht ndodhi çlirimi i Mekës, dhe në vitin 632 pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri haxhin e fundit të tij dhe mbajti hutben e lamtumirës për njerëzit, ku u tha: o njerëz, unë ndoshta nuk jam vitin tjetër, prandaj dëgjoni porositë e mia. Dhe aty i porositi njerëzit për drejtësi, për barazi, për respektin e të drejtave të secilit, dhe foli në këtë hutbe për të gjitha
ato obligimet dhe detyrat që ka njeriu ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve. Dhe mbas disa muajsh Allahu subhanahu wa taala e mori të dërguarin e tij dhe ai vdiq ashtu siç vdesin edhe njerëzit, si thot Allahu azza wa jall: Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ti do të vdesësh dhe ata do të vdesin. Pra kjo tregon që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është i adhuruar me Allahun. Ai që adhurohet është vetëm ai i gjalli i cili nuk vdes kurrë, si thot Abu Bekri radiallahu anhu, kush ka adhuruar Muhammedin, le ta di që ai ka vdekur. Dhe kush ka adhuruar Allahun, le ta di që ai është i gjallë dhe nuk vdes kurrë. Dhe fjalët e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin: La'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. I mallkoft Allahu jehudët dhe nazaretasit, i morën varret e të dërguarve të tyre si vend falje, si vend sejdë, si xhamia. Pra nuk lejohet që ne t'i lutemi njerëzve, nuk lejohet që ne t'i lutemi varreve, nuk lejohet që t'i lutemi tyrbeve, nuk lejohet që t'i lutemi njerëzve të mirë, nuk lejohet që t'i lutemi me lajkeve. Ne e kemi për detyrë t'i lutemi dhe të gjitha llojet e adhurimit t'i bëjmë vetëm për Allahun dhe të themi la ilaha illallah. Dhe kjo është kuptimi i fjalës la ilaha illallah, sepse sot ka njerëz të paditur, të cilët e thonë 1000 herë në ditë këtë fjalë dhe shkojnë dhe bëjnë shirk, adhurojnë dikë tjetër përveç Allahut, shkojnë dhe i bëjnë kurban ke marrit o morrit, shkojnë ke kisha e Laçit dhe i luten dhe prekin statujat me qëllimin që të sjellë bereqet, apo dikush kërkon fëmijë dhe i lutet këtyre varreve dhe këtyre idhujve. Le ta di që ai nuk është në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk është në rrugën e Isait alayhis salam, nuk është në rrugën e Musait alayhis salam, nuk është në rrugën e Ademit dhe të Nuhut alayhimus salam. Prandaj le ta di që ky ka kundërshtuar fenë të gjithë pejgamberëve. Feja e pejgamberëve është i lutemi Allahut një të vetëm dhe mos e shoqërojmë askënd në këtë adhurim. Dhe në këtë kohë, pra mas haxhit, siç e tham, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë dhe ai la pas dy gjëra për ne që nëse do të kapemi nuk do të humbim kurrë. Ato të dyja janë Kurani dhe Suneti ose tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku hyn fjalët e tij, veprat e tij, pohimet e tij, veprimet që ka bërë. Pra, kjo është tradita dhe rruga që quhet me një fjalë Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Kurani. Këto të dyja janë referenca jon. Ktu kthehemi ne dhe nga kjo është burimi i fesë tonë. Pra nëse duam të mësojmë fenë e Zotit, dhe nëse duam të kënaqim Allahun, të adhurojmë atë dhe të shpërblehemi në ditën e gjykimit, atëherë duhet që burimi i fesë tonë të jetë Kurani dhe Suneti. Të mos jenë fjalët e njerëzve, të mos bëhemi fanatik ndaj njerëzve. Por në momentin që na vjen e vërteta nga këto burime, nga këto referenca, atëherë neve do të kapemi për këto të dyja me dhëmball fort, dhe fjalët e njerëzve nëse kundërshtojnë Kuranin dhe Sunetin nuk kanë asnjë vlerë. Kjo ishte mësimi i sotëm. Shpresoj që Allahu i madhëruar të japi sukses, të na japi bereqet dhe ta përcjelli fjalën tonë të drejtë tek sa më shumë njerëz dhe të na ruaj nga gabimet që dalin, sepse ne jemi njerëz. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo biri i Ademit është gabimtar dhe më i miri i tyre është ai që pendohet. Prandaj, duke qenë se e dim që jemi të gabueshëm, i lutemi Allahut azza wa jalla të na ruaj nga gabimet dhe i lutemi Allahut që të përcjelli fenë e drejtë ke njerëzit dhe t'i ruaj nga devijimet dhe nga rrugët e shtremta. Dhe Allahu ma shpërblet me të mira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.